Kjo ashtu në qytetin e Vlorës e muajt qershor ka rikthyer edhe një herë tjetër trafikun e rënduar të automjeteve në disa prej segmenteve kryesore rrugore të qytetit, pas disa ditëve të javës, të cilat ishin thuajse të qeta për sa i përket qarkullimit. Moti i mirë dhe me diell, njëkohësisht dhe temperaturat e larta kanë bërë që qindra pushues vendase të huaj të vinë drejt Vlorës. Njëkohësisht, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës, të cilët këtë të shtunë kanë një ditë pushimi, kanë dalë për një shëtitje për të konsumuar një vakt jashtë apo një kafe, duke përdorur automjetin. Kjo ka bërë që numri i automjeteve të cilat qarkullojnë në Vlorë të shumëfishohet, duke shkaktuar bllokim të qarkullimit rrugor në shumë segmente të qytetit dhe shpeshherë drejtuesit janë përballur dhe me një trafik të rënduar. Aksi që ka patur përqendrimin më të lartë të automjeteve, patjetër ka qenë Transballkanike, një prej rrugëve kryesore të qytetit, me qindra automjete kanë lëvizur në të, duke mbetur në shumë raste edhe në trafik. Fluks të lartë makinash ka pasur dhe në bulevardin e Vlorës, si dhe në Lungomare, si dy prej zonave të qytetit të cilat janë më të frekuentuarat. Për shkak të ngushtësisë së këtyre segmenteve rrugore, ka qenë tepër e vështirë të përshkojë në të gjithë gjatësinë e tyre pa harxuar shumë minuta. Me sa duket, Vlora ende nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për të pritur një numër të lartë automjetesh në akset e saj rrugore.